dhe kanë helmu, vallaj kështu shtohet. Pra ju ka dhënë Zoti Xhelel Xhelaluhu. Falenderoj. Nuk je prapa hekura, për shembull në burg. Nuk shko rrugëve dejshën. Mirësi për mirësive të Zotit Xhelel Xhelaluhu që të ka udhëzuar. Falenderoj, not ti. Falenderoj të Zotit që nuk më ke bërë si filoni. Se dhe mund të ishë se ti. Nuk i mund të nëzizhon Allahu Xhelel Xhelaluhu. Pra, nuk mund të nëmrojsh kur ato që të kalon Allahu Xhelel Xhelaluhu, po falenderoj. Not ti. Ne kur themi që të faleni, një mënyrë më të mira për ta falendëruar Zotin është namazin. Por namazin është 365 ditë, nuk është si agjërimi 30 ditë. Kuptohet që është më e rëndësishme. Më i veçantë. Është 365 ditë. Ndërsa agjërimi është 30 ditë. Edhe mënyra më e mirë për ta falendëruar Zotin është namazin. Çfarë na vjen obligim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Mos i falet namazin, ne themi 33 herë subhanallah, që do të thotë i lartë madhruar, pa të meta, është Allah, mbi gjithçka. E themi 33 herë pas çdo namazi. Edhe kur thuhet kjo fjalë subhanallah, mbushet me shpërblim qielli i parë, nga toka deri në qiellin e parë, mbushet me shpërblim. Dhe kur vazhdojmë për herën e dytë, themi prapë 33 herë, elhamdulillah. Vetëm për të është falënderimi, hamdi oj më Zot. A di sa kushton? Tash qielli i parë nuk merr më se mushi fjala subhanallah, qielli i dytë tash. Ky nuk e merr qielli i dytë, fjalën elhamdulillah 33 herë të del nga goja jote. Po herën e tretë çfarë themi? Allahu Ekber. Allahu është më i madh. Pra, do të thonë e njësojmë Zotin Xhelel Xhelaluhu, themi që vetëm ti je mbi gjithçka. Jo, Allahu na ruaj me barazu Zotin ashtu siç kur bëjnë disa të paditur. Për ne këto thuhen nga 33 herë mas çdo namazi.